Një prej shenjave që është kryesorja tek ne si besimtar musliman, që tregojnë se zemra është e shëndosh dhe në të nuk ka smundje të zemrës, si që në shenjat e shirkut, apo si që në shenjat e hipokrizis, munafiklakut, apo urrejtja, apo xhelozia, smira, apo mendimi i keq për Zotin, apo mendimi i keq për njerëzit, e kështu me radhë disa prej këtyne smundjeve të zemrës. E para që duhet ta kemi parasysh dhe që e bën zemrën me qenë rahat, me qenë mirë, me qenë e lidhë me Zotin, është dhikri i shpesht. Çka i bën dhikri i shpesht? Përmendja e shpesht e Allahut te bareke ve taala. Sa ma shumë që e përmend Zotin, zemra aq ma e gjallë, aq ma e shëndosh është, aq ma e fuqishme për me ballafaqu gjitha krizat që paraqiten. Por ata njeriu duhet me kuptu mirë se kur e përmend Zotin e tij, ky është përfituesi më i madh. Zoti s'përfiton kurrë nëse ne e përmendim apo se përmendim. Ai Zoti mbetet i gjithfuqishmi, absoluti, i pakontestueshmi, i gjithdijshmi. Mirë po, ne përfitojmë shumë. Pse? Se dije sa herë që e përmend Allahun, Allahu të përmend ty. Allahu Teala thot: "Fadhkuruni adhkurkum." Më përmendni mua, unë ju përmendi juve. Kush e përmend Allahun në vetmi, për shembull, veç vetëm në shtëpi, apo në makinë, apo dikun tjetër, edhe thot në vetvete, aty se ka dikën afër vetes, thot la ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Allahu e përmend ato në vetmi. Po mundet me përmend edhe më shkurt, me thon elhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. E kështu me radh. E përmend pra Allahun në vetmi, Allahu të përmend ty në vetmi. Po e përmend para një mase apo një numri të vogël të njerëzve, Allahu të përmend para një numri të engjëve, të melajkeve. Po e përmend para masës së madhe. E përmend Allahun publik, edhe me dhjetra, qindra apo mirave të dëgjojnë, atëherë Allahu ty të përmend para masës së melajkeve, engjëve. E përmend para njerëzve të mirë, njerëzve autoritativ, njerëzve të devotshëm, njerëzve të dijshëm, dietarëve. Allah të përmend para me lajkeve që janë ma me autoritet, si që është Gjibrili, si që është Mikaili, si që është Israfili, si që është meleku i vdekjes, e kështu me radhë. Dhe besimtarët musliman janë ata që në çdo gjendje përmendin Allahun. Çdo herë. Qysh thot Allah, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Besimtarët musliman janë ata që përmendin Allahun kur janë në kam. Po edhe ulën, edhe të shtrirë, edhe duke ecë, e përmendin në çdo gjendje. Pra nuk është patjetër ti me qenë xhami për me përmend Allahun. Nuk është patjetër me qenë kam, bën me qenë edhe ulën. Nuk është patjetër me qenë ulën kur të përmendsh Allahun. Bën me qenë edhe në krah. Bën me qenë edhe i shtrirë në shpinë, apo në krahin tjetër, apo i shtrirë në barkë, edhe pse kjo nuk preferohet për shkak të shëndetit. Po në çdo gjendje e përmendti Allahun te bareke ve taala. Që do të thot, gjuha jote çdo herë laget, jo duke bo gjunahe, se gjuha laget edhe duke përgojue, duke bërë theshe theme, duke etiketu, apo duke shpifur për njerëzit, apo duke gënyje, apo diçka të ngjashme. Jo, ti kur e përmend Allahun, çka nuk i lën gjuhës hapësirë, më marrë me gjanat të kota. Kështu që, nëse zemra jote është prej atyne zemra që e përmendin shpesh Allahun, që bojnë dhikr shumë, dhikr në përgjithësi kështu përmendjet Zotit, e pastaj bojnë edhe dhikr të veçantë, siç është dhikri i mëngjesit, siç është dhikri i mbrëmjes. Këto dyja do të pas shumë parasysh.
Pastaj dhikri pas faljes së namazit. Fal namazin, bën edhe dhikrin, mos u çu me një herë. Po dhe nëse ngrihesh me një herë, çohesh pe vendit ku je fale, ki patjetër, duke shkuar, duke ecë, që shkon dikun për shembull puna, në shkolla, ku di në ku shkon. Bën edhe dhikrin, edhe duke ecë bën edhe dhikrin. Po dhikri veçantë pra është i mëngjesit edhe i mbrëmjes, pas namazeve. Pastaj dhikri para xhumit, para se të flejmë. Dhikri pasi të zgjohemi nga xhumi. Dhikri para se të dalim nga shtëpia. Kur të dalim pra nga shtëpia, dhikri kur kthehemi në shtëpi, e kështu me radhë. Pra, kjo është një shenjë e qartë që zemra është e shëndosh. Zemra nuk është e smur. Se jo zemër që se përmen Allahun, nuk po them që ka vdek, veç është në gjendje të rëndë. Asoj duhet me njëherë një mja bo, që shë bojmë kështu në mjekësi një hospitalizim, e shtri në spital edhe me i dhonë, qka me i dhonë infuzion, apo me intervenua, ku ta dyne, sepse nuk po funksionon. Po, edhe me elektroshok në kohë nevoja. Nësë është nevoja që është duke u dorëzuar. Kështu që me pas parasysh, pra, e pas parasysh që nëse kemi këtë shenjë që është përmendje shpesh të Allahut, edhe shoqërohemi me Allahun ditën edhe natën, edhe në veçanti kur jemi të zgjuar, kuptohet se kur flem normal njeri pastaj shkputet për kësaj bote në farë forme, atëherë është shenjë e qartë se zemra është e pastër, zemra është e shëndosh. E dyta, çdo njëri prej nesh duhet me caktue një punë ditore, vullnetare me të cilën çka e adhurojmë Allahun, me të cilën na e kënaqim Allahun te bareke ve taala. Dhe prej këtyre punëve ditore, prej punëve më të mira është që besimtari me i caktu veti, për shembull, me lexu disa fletë Kur'an gjatë ditës ose edhe natës. Dhe nëse çdo ditë i lexo Kur'an, ose e ke bo edhe shpëri çdo ditë me dhon sadaka. Sadakaja nuk është patjetër me qindra, me mijë euro. Mund është me dhonë edhe 10 cent sadaka, mund është edhe 20 cent. A është ndonjë ngarkesë për neve, për shembull, minimumi 10 cent ditët me dhonë sadaka. Allah nuk e besoj, sepse s'po thonë këtëve shumica prej besimtarëve sot sa aparati harxojnë në ushqime, në pije, e sidomos në kafe, në qaja, në belësia. Ma lira 80 cent. Po. Ma lira. E paramendot të 80 cent i kafe, dikun është 1 euro, dikun 1 euro ma shumë. Në për Evropë të 3-4 euro, ndërsa 10 cent në ditët, që për i bjen të 3 euro. Që për i bjen për 10 ditë të me harxhu, do me thonë, më falë 10 euro, për 10 ditë 10 euro, konvertoj ato ka 10 cent shambull, sa ditë kanë me shku shumë ti, sa pjën ti nështë kafe për 10 ditë, shkon nështë në muj duke dhonë sadaka, edhe pse të dikush ajo duket simbolike, po sadaka është që 10 cent, që 1 euro, apo 10 euro, apo sot kish mundësi. Punë të ditore që i kemi caktu, qoftë sadakaja, qoftë leximi i Kur'anit, nuk doken kështu me peshë shumë të madhe. Në shikim parë doken punë të lehta. Mirë po këto të mbajnë lidhën me Zotin. Leximi i literaturës islame, s'po thamë në 100 fletë në ditët, po për shembull 30, 20 fletë në ditët. Amo kjo kur bëhet në vazhdimsi, është prej punëve që të mon lidhen me Zotin. Me mësu çdo ditë, s'pa thonë shumë, nga një gjatë të re, me mësue, nga një sen të ri, qoftë edhe ai shumë i shkurtër, po diçka me mësue. Kur që mos më është një ajet me mësue, a mon është me mësu për shembull Yasin wal Qur'an al-Hakim. Yasin wal Qur'an al-Hakim, 2 ajete janë këto. A përqë sa shkurt është? Apo Nun. Nun është një ajet. Apo Elif Lam Ra, Elif Lam Mim. E kështu me radhë, po flas të më të shkurta çka janë. Ka mundësi. Dhe leximi ditor i Kur'anit, që është ai virdi ditor,
e bën zemrën gjallë, e bën zemrën të shëndosh. Edhe çka aktive. e bën të mvarur për çka për leximit, fjalës së Allahut. Se leximin përgjithësi e bën mirë besimtarit. E zgjeron diapazonin e dijes, e përveç diapazonit të dijes çka i jep një kulturë të përgjithshme që me njoh gjanat sipërfaqësore për çdo lëmi apo për çdo fushë. Tjetër, leximi ditor i Kuranit dhe libra të dobishëm e bën besimtarin dhe zemrën e besimtarit çka të pangopur për dije të dobishme. Ka çef çdo ditë, e bën të mvarur. Qysh jemi bën të varur prej ushqimit edhe prej pijeve. A mundemi me nejt ndaj ditë pa hangër pa pi? Mundemi, çysh mundem, po nas rrina. E dikush do të jeni herë, po 2 herë, dikush 3 herë, tin 4 herë me hangër brenda 24 orëve. Amo 4 faqe s'mundet me i lexu. Sa të marrin 4 herë me hangër e me pi? Sa koha shkon aty? Ose 3 herë, ose 2 herë. Shkon 20 minuta sigurisht, një shujt për shembull, ose 30 minuta. Andaj pra, një punë vullnetare që e bojmë, është mirë atë me bo ditore, dhe pa marrë parasysh rrethonat në një farforme me qenë të mvarur prej asajna dhe nuk mujna me kalu ditën për e bo qatë mirë, për e bo atë të mirë. E treta, pra shenja e dytë është zemra me ndje keq ardhje nëse e lana që të virdin ditor, nëse e lana që të punën ditore që kemi caktuar vetes. Qoftë leximi i Kuranit, qoftë sadaka, qoftë ndonjë punë tjetër. Dhe me tik dita pa lexuar diçka, pa mësuar diçka, pa përfituar prej s'po dish me quajt një oqeani dijes që na ka dhënë Allahu, sepse dija është oqean që nëse keq shkojnë pinë aty, prapë çka nuk shterët apo nuk paksohet fare as nuk diktohet bile. Krejt sa jemi së 70 miliardë me shku me pi në oqean për shembull Atlantik apo dikun tjetër, a i bojmë diçka në fort? Ja, absolutisht smerët vesh hiç. Tjetra, e treta, prej shenjave të zemrës së shëndosh, është shfrytëzimi maksimal i kohës, apo më mirë me thonë, zemra me pas një lakmi, për shfrytëzimin e kohës. Ajo zemra që nxit edhe të shtyn për me shfrytëzu kohën në vazhdimsi, edhe është zemër koprace, qysh, që nuk e harxhon kohën këtë fare. Edhe e lakmon kohën, shumë është e shtrejt. Ajo zemër që ka të nxit veç për punë të mira. Ajo zemër nuk lën ty me orë të tëra me brellë poshtë edhe lart, apo me orë të tëra veç me flejt, apo me u kot në gjumë, apo në rrjetet sociale, në telefon, apo në televizor, apo ku di në cilën çka shfrytëzon njeriu, kjo zemër në farforme është koprace çka në kohë, kjo s'të hap kohën me qua kot. Kjo është shenjë e zemrës shëndosh. Zemra s'mund të jap kohë. Të ditën televizor, të ditën për cilë ngjarje ku dy në çfarë ka, dikush pas sportit, dikush pas asaj, tash kohët e fundit që sa vite 15-20 po harroj, tash nuk kem bash i sigurt që kanë filluar edhe këto shtëpitë e mbyllur, as po dua s'kam më për që po mbyllën ato një 20-30 vjet, sa po mbyllen, pra mendo çfarë humbje kohë është. Pra mendo sa ta smun zemrën me përcjell te aty çdo ditë çka ka ndodhur, kush hini, kush dul, kush shajti, kush foli mirë, kush u rre, kush ashtu, kush u dashurue, kush ka simpatie, kush u ndaje, kush kështu e kush ashtu, po çka po më intereson më vëllai jeta aty. Çka po më intereson, kush janë ata? Kush janë ata? Besimtari musliman nuk e din jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një njeri që dy nuk janë botë sikur ai, nuk e din e mundot me ndjek jetën e dikujna. Që promovohen gjona, sinqerisht po them, ai që ja don të keqën shtëpisë së tij, le ta fut atë mision. S'po dia çish me çujt, domethënë, ai emisioni i degenerimit, i prishjes së familjes, i prishjes së shoqërisë. Unë s'po them që ata janë ma të këqit mesin e popullit, mirë po janë ma të papjekurit mesin e popullit. Me shkoniri,
jetën private, deri edhe jetën intime, me rrëfyje, me tregue, çka ka bo, sa moshku i ka pas, sa femna i ka pas, sa ndarje, sa këto e, sa kështu e, sa ashtu e, ku ta diune. Edhe me tensionu, me aktruan natë edhe ditë, sepse e din që çdo sen pojnë për kamera. Mushtira të gjëja se kështu janë humane, solidare, se cila ato me rajtë, mashtrime, dollavere, aleancat fsheta, ku e diun çka bëhet. A nuk është në nëshmim, nuk është në nëshmim për neve si besimtar musliman me ranë në atë nivel. Edhe fatkeqësisht, çdo vit, që po organizohet çdo 2 vjet se po harroj tash, veç po shtohet numri të rive dhe të reja, me miliona shikime, klikime. E çka? Ata përfito kush? Ata që organizojnë, ata janë ekip, se nuk kanë një njëri ato që e bën ato. Edhe ai produksioni televiziv, zote, dhe çfarë tyra shka në sene, se çdo klikim, çdo ashtu, ju bën atje ka një centa, ka 2 centa. E këto dhe me pas parasysh se i pash statistikat dikun një portali lexova, kjo ngjarja e fundit tha i ka thyje të gjitha parashikimet. Nuk e di nëse nashta jam edhe gabim, po a shkujke 1 miliard, as diçka shkujke, do me thonë shikime apo klikime që i kanë arrit, që s'mat men histori hiq. Pa tu me pasen emisione të dijes 24 orë, është pa ngarkes. Po jo, po prapo është ngarkesë 24 orë, vëlla, me lidh veten, me dika mu bë rob 3 muaj ditë, sa rrinë aty 3-4 muaj ditë. Para mendo sa është psikikisht, për ata kur dalin prej aty ti trajtojnë pak edhe në për psikologë disa edhe për psikiatër janë bo, se janë do më thonë një lodh me aktrime, ata janë pak, po këtyre miliona tjerë shka me për jashtë, ta që shmi trajtu. E kështu që zemra e shëndosh, është koprace, nuk ta lën ty kohën për gjanat këqija. E nëse zemra nuk lën ty hapësirë, nuk lën kohë në gjanat këqija, në gjanat kota, ajo është zemër çka që ta dën të mirën, është zemër e shëndosh, është shenjë që zemra është e shëndosh, edhe çka ta mundson ty me shfrytzu kohën. Me shfrytzu kohën maksimalisht, sepse koha është e shkurtër, sa që sot çdo njëri prej nesh, këto vjet që i ke, mone me vitet e mia, ti me tu, ata i tjetër me të vetat, kur ndalim me mendojmë, ato vite që na kanë kaluar, sinqerisht, mundesh me i përmbledh për 10-15 minuta kejt prej kur ke lind deri sot. Sa që kemi disa të moshuar që janë në moshën e shtyr, dikon 80 apo 90 vite, edhe kur t'ja nis me tregue, kështu para luftës së dytë botërore, lufta e dytë botërore, pas luftës së dytë botërore, koha e komunizmit, demonstratat e 68-s, kushtetuta e 74-s, demonstratat e 81-s, 88, 90, vitet e 90-ta, paraqitja OÇK-s, lufta pas lufte, shtetëformimi, kjo, edhe fund veriu këto ngjarje që ndodhen, edhe tash zgjedhjet që kena në fund vitit, krejt kjo bëhen 20 minuta jetë. Me 80 vjet i përmbledh me 20 minuta. Andaj çka? Allahu është betu në kohën. Për shkak të vlerës të rëndësishme. Një kaptin, një sure të shkurtër, Allah e ka mërtuar suratul Asr. Surja e kohës, edhe është betuar pasha kohën. Wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën të gjithë njerëzit janë humbje. Krejt janë humbje. Me përjashtim. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Përveç, ka përjashtime që darë. Krejt janë humbje, përveç atyre që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira. Wa tawasaw bil haqq, edhe kanë udhëzuar, kanë këshilluar njëri tjetrin në çka, në të vërtetën. Wa tawasaw bis sabr, kanë këshilluar njëri tjetrin në çka, në durim. Me qenë çka durimtar. Sa që disa prej dietarëve si Imam Shafiu dhe të tjerët kanë thonë se kjo sure preferohet me a lexuar çdo herë njëri tjetrit. Kanë thonë që sikur mos kishte zbritur Allah tira sure që kjo kish me mjaftuar. Aq rëndësi të madhe ka, aq pozitë të madhe ka tek Allahu te baraka ve taala. E tash
A jemi krejt në humbje? Jo. Ne nëse besojmë, bojmë punë të mira, këshillojmë njëri tjetrin në të mirë, në të vërtetën, edhe në durim nuk jemi. Përndryshe, Allah po thotë, s'po them unë, njerëzit janë në humbje. Andaj, që kanë thonë disa prej dietarëve islam, koha është sikur shpata. Nëse ti e merr në dorë, pren çka dush me të, nëse jo ajo të pret ty. Do të pas kujdes. E katërta prej shenjave që zemra e besimtarit është e shëndosh, është me pas një dert, me pas shpohon një gajle, një hall me pas. Qysh është gjendja ime në botën e amshueshme, në botën e pafundme. Qysh është gjendja ime në ahiret? Që atje që e kom gjendë, se këtu, kur farë problemi së është. Këtu li farë krizë këtu po kalojmë. Edhe ata më të përvojturit në botë, për i shohëm, që ka po hjekun, edhe pe kalojnë krizën. Se këtu nuk ka pafundësi, po qysh është gjendja ime në botën që s'ka fund. Po në botën e përjetshme, gjithmonshme. Ahireti me kom, që me thonë, breng, hall, derti joni, që i kam punë me botën e amshueshme, se për këtë botë ke shkaj Allah. E kanë kalu njerëzit në robëri, e kanë kalu në për burgje, e kanë kalu në për luftra, e kanë kalu në varfënie, me smundje të një pas një shve, ka arë funde, se është kalimtare. A moja, ajo që mbetet e përjetshme, ajo është ahireti. Qysh është gjendja atje? Çka kemi përgatit për atje? Nëse çdo ditë përgatit diçka, ndërton diçka atje, se edhe ajo bot i ka ndërtesat e veta. Ka shtëpit, ka pallatët e veta. Ka ushqimet, ka pijet e veta. Ka përjetimet e veta, që asnjëherë këtu si ke përjetuar. Ato përjetime të papërshkrueshme, që i ka përgatit Allahu të gjitha ato të mira kanë për robërit e tij besimtar musliman. Për ata njeriu pa investime kapitale mundet çka me ja ndërtu vetit një pallat në xhenet. Këtu duhet investime kapitale me bo pallat, këtu edhe një banesë me ble edhe në çdo qytet e vogël edhe shumë shtrejt edhe s'pa ka mundësi njëri. Nashta të jetën me një banesë me ble. Aty besh ç'më thon, të krye punë të lehta, bën shumë pallate atje. Një prej tyne, ai që fal 12 rekate, namaz vullnetar, gjatë ditës edhe natës, çka Allah ja ndërton një shtëpi në xhenet. 2 sunetet e sabat, 4 para farzit drekës, 2 pas farzit drekës, 2 pas farzit të akşamit, 2 pas farzit yatsis, bojnë 12 rekate sunet. Që i ka praktikuar në vazhdimsi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kush i fal këto në vazhdimsi, Allah ja ndërton një shtëpi, një pallat në xhenet. Kush ndërton apo ndihmon me aq sa ka mundësi për një xhami, për shtëpi të Allahut. Allahu si kompenzim çka? Ja ndërton atina një pallat, një shtëpi në xhenet. E kështu me radhë. Andaj pra, do të me pa gjatë ditës, sa po investojmë për ato që është e pafundshme për ahiretin ton, edhe sa po investojmë për dynjan ton, që është kalimtare, që është në farforme, kur dalim para Zotit të shohim se kjo është sa të qel edhe mshel syt. Që kaq është, e shkurtë. E pesta, prej shenja që zemra është e shëndosh, është me pa qysh është zemra e lidhne me namaz. Qysh e ndjen, qysh e përjeton namazin. A ka në farë madhështie namazin, a ka ndonjë domethënie namazin në zemrën tonë. A ka ndonjë ndikim namazin në zemrën tonë. Nëse e fal namazin, po nuk e ndjen, nuk e përjeton, nuk ndikon kurrë, nuk naqesh hiç ta. Dije që është u bo ma shumë veç për me hik qafë namaz. Sikur një farë obligime që ki, sikur fëmija, ata që mësojnë, shkon në shkollë. Po shkon në shkollë, po me nëzit do dysha për i merë, do nisha, do kur gjëheq. Problem shkollë të mesme të? Po, problem shkollë të mesme, problem studime, gjithkon problemet e për cilë. Andaj namazi e ka madhështin e vetë. Sepse është prej punëve ma të dashura, 3 që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej punëve ma të dashura tek Allah, e dyta prej tyre është falja e namazit.
Qysh me kohët e namazit? Apo i fal në fillim, a në mes a në fund? Apo i fal në shtëpi, në pijama, apo i fal në xhami, qysh i falin burrat, po flas për gjinin mashkullore, edhe për tri që kanë mbi 10 vjet. Se 90 vjet në shtëpi të falen, s'është problem. Bon në vakt me marr, ama mos moshë 10 vjeçare, do të më marr fëmijë në xhami. Është fala për gjinis mashkullore. Apo të nalë namazi prej të këshijave. Ajo me mirë është me të nalë prej krejt këshija, po nëse të nalë prej shumicës, apo të nalë po, mirë është. është zemra e shëndosh. Dhe Allah si me namaz, si po namaz, njëjtë, po përgojoj, po mashtroj, po bëj thashë thome, po shpipi, po gënjej, po bëj këta, po bëj ato. Zote e din veç. Ai namaz nuk ta ka shëru zemrën. Ende ki zemrën e smut. Zemra është e smur, nuk është e shëndor. Olla namazi ma ka ndryshue jetën, mi ka ndryshu raportet me familjen, me fëqinjit, me farefisin, me gjematin, me kolegën punë. Nuk jem ai që këm qenë pa namaz, ta shem krejt ndrysh. Çdo sen është ma mirë. Kjo është shenjë që zemra është e shëndosh. Dhe e gjashta, e ka dhe shumë të tjera, po këtë rast për përmenu këto, e gjashta prej shenjave që të regojnë se zemra është e shëndosh, është knatësia, që thot populli lezeti i adhurimeve, apo ki lezet, apo ki knatësi në adhurime në ibadete. Apo ndjenë që shduhet. Po, apo shien, ato ambëlsin e ibadetit. Po zonë tash edhe 12 ditë parafërsisht jena në Ramazan. A peshion, apo ka lezet Ramazanin zemrën tonë? Po valla me gëzime, po përgatit në tash ti po vjen mas save vjen muj Rexheb edhe pak, edhe po filloj disa ditë këgja me agjeru, pastaj në Shaban edhe ma shumicën për agjerej, pastaj Ramazanin komplet. Para përgatit. Edhe qka, po në peshion belsin e agjerimit, mirë është kjo. Po dhonë në Ramazan ose jashtë Ramazanit sadaka, po dhonë zekat, edhe po knashna kur për ndihmoj dikujna. Se dikush jep, po ti thë, vëllaj me dhonë po dhonë, po s'peshie hes për ndihmoj, nuk kanë rregull. Jo po dhonë, vëllaj që po më knaqet zemra, kur une po bona shkaktar që dikuj për ja letësaj jetën, dikuj për ja letësaj vështërsit. A i ka vështërsi, une qka po ndihmoj, e po ja shëndrojnë letësi ato vështërsit. Pe gëzoj dikon. Po shkoj nëmre, a pe përjeton? Jo, shkova normal, më ka do, kështu si me vizituhe kullën e Eifelit, të Filanit, të Fistekot, të qysh më rëvla. Po jo, mirë, është adin. Pra meno, te pyet qysh ke kaluaj të kalëzën për infrastrukturën, ka 5 kursi, qëfar kështu, qëfar ajo. Thotë që parë këta kështu atje në studiu. Po, në kemi shku atje për gjona teknologjike, se i kje dhe në Evropë ato. Ti e shkua anën shpirtnore, zemrën me knaq, shpirtin me knaq. A i tjetër i shamull, ka qëndrua 7-10 ditë nëmre, të regon atë ambelsin e omrës që ka shijue, takimi me qabën, tavafi shumë e rrëth qabës, fale e namazit, me gjemat, saj ece prej safase, mërvës, e ujë zemzemit, ajo, që thotë o Zot, jepë mjetë që ka edhe në të shejë si kur kë. Ose kryemja e haxhit. A peshian, po, në rregull. Me një fjalë, lezetin e adhurimeve, nëse e shijon zemra, e përjeton atë knatësi kulminante, në çdo adhurim, edhe 2 rekate nëse i falë, sunet, kur hejtë xhami tehiyetul mesjid, namaz për shëndetës, edhe zemra po të freskohet, dije se kjo është zemra shëndosh. Valla, si me i falë, si mos me i falë, si me agjeru, si mos me agjeru, si me dhonë, si mos me dhonë, si me lezu, si mos me lezu, njëjtë. Këto janë shenjat e zemrës së smur. A nëse i përjeton këto adhurimet, edhe që me thonë, një farforme të freskojnë, të mbëlsojnë, të forcojnë, atëherë dije që zemra është e shëndosh. Këto i kanë përmend dietarët islam si Ibnul Qayyimi edhe të tjerët, këto shenja, sigurisht se ka dhe të tjera, po tash secili prej nesh i shef këto 6 shenja, a i ka në zemrën e tij apo nuk i ka. Nëse i ka, është zemra e shëndosh.
nëse do i ka, do si ka, zemra këgja me grip është. Do të terapia. Po, do të farë terapie me adhonde. Të terapia se ndjejmë pak. Po, e lësë Allahun të bareke wa ta'ala, që të në bën neve dhe ju prej atyne, që kanë zemra të shëndosha dhe i kanë lidhjet shumë të forta me Allahun të bareke wa ta'ala dhe kënaqen, përjetojnë kënaqësi, përjetojnë lumturi, qetësi gjatë kryes së adhurimeve, qofshin ato obligative apo qofshin edhe adhurime vullnetare. Amen. Për kryejm pjesën e parë, ndarë Zoti që të takohemi edhe pas një pushimi të shkurtër, përqendrohen me ne, kthehemi tek pjesa e drejt për drejt ku ju bëni pyetjet me shkrim ose përmes telefonatave. Çfarë me ne kthehemi pas një pauze të shkurtër.